përshëndetje të gjithëve. Nëse do të bënim një histori të ekonomisë ose zhvillimit të ekonomisë të Tiranës, do duhet fillonim në vitin 1944. Tirana sigurisht që ka qenë kryeqytet i Shqipërisë në vitin 1920, po në gjithë këtë periudhë ekonomia e Tiranës ka qenë pothuajse shumë pak e zhvilluar ose pothuajse pa rëndësishme. Qyteti ka patur një popullsi shumë të vogël, aktiviteti ekonomik bazohej tek, le të themi, tregtia me pakicë, ndërsa sa i përket aktivitetit prodhues, ai ishte i shpërndar më shumë në Shkodër, në Vlorë, në Elbasan dhe me radhë. Në vitin 1944, Tirana merr një farë rëndësie si qendër ekonomike e Tiranës, por jo duke u bazuar tek prodhimi. Prodhimi vazhdoi të përqendrohej më shumë, le të themi, në Elbasan industria nxjerrjes në veri, bujqësia në ulësirën perëndimore, por Tirana mori një rëndësi shumë të madhe, si le të themi aparati qendror planifikues i regjimit komunist. Në Tiranë u hapën 3 universitete, domethënë i pari në 57-ën dhe me radhë, Universiteti Bujqësor, Politekniku dhe Universiteti i Tiranës, të cilat furnizuan me dije të gjithë, le të themi, ekonominë e Tiranës. Me rëndën e regjimit komunist, Tirana pësoi një rritje të jashtëzakonshme, jo vetëm për sa i përket demografisë, por edhe për sa i përket ekonomisë. Popullsia që gjatë regjimit komunist ishte rritur shumë ngadalë dhe kishte arritur në 280.000 në vitin 1989, u pesfishua me njëherë dhe sot jemi afër shifrës 1 milion. Dhe sot mund të themi që 1 në 3 shqiptar jeton në Tiranë. Sigurisht që një lëvizje kaq e madhe demografike u shoqërua edhe me një boom për sa i përket sektorit të ndërtimit. Domethënë nevoja, kërkesa për strehimi ishte shumë e lartë dhe rrjedhimisht ndërtimi u bë motorri më i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik, jo vetëm Tiranës, por edhe të Shqipërisë. Sot ndërsa flasim, 47% e kompanive të ndërtimit shqiptar gjenden në Tiranë. Sigurisht ndërtimi tërhoqi me vete dhe sektor të tjerë të ekonomisë dhe nëse ju referojmë disa shifrave, sot në Tiranë janë të regjistruar në total 44% e ndërmarrjeve të gjithë Shqipërisë. 35% e ndërmarrjeve që prodhojnë të mjera, 36% e ndërmarrjeve që operojnë në fushën e industrisë, 44% e ndërmarrjeve që operojnë në fushën e shërbimeve dhe 47% e ndërmarrjeve që operojnë në ndërtim. Në total, 40% e GDP-së së Shqipërisë prodhohet në Tiranë. Më sipër thamë se demografikisht popullsia e Tiranës u rrit me ritme shumë të shpejta, por nëse e krahasojmë me rritjen e numrit të ndërmarrjeve, vëmë re se numri i ndërmarrjeve në Tiranë është rritur 2 herë më shpejt se sa numri i popullsisë. Dhe sot në total në Tiranë kemi 40 ndërmarrje për 1.000 banor, që është një shifër goxha e lartë dhe po ta krahasosh jo vetëm me kryeqytetet e rajonit, por edhe me kryeqytetet europiane. Sigurisht kur sheh që ekonomia e Tiranës, le të themi, barazohet me ekonominë e pjesës tjetër të Shqipërisë, shumë mund të thonë që, okay, çfarë mund të bëjmë next, çfarë duhet të bëjmë në të ardhmen. Në fakt, ne jemi me një pikë shumë kritike për sa i përket ekonomisë të Tiranës, por edhe të Shqipërisë, sepse jemi në fundin e një modeli. Siç e tham deri, modeli që u zhvillua gjatë tranzicionit ishte një model që bazohej kryesisht tek ndërtimi dhe industria e ndërtimit. Është e qartë se ky model e ka azauruar pra fuqinë e vet motorrike dhe nuk mund të jetë më ai që do ta shtyjë përpara ekonominë e qytetit dhe sigurisht ky plan i ri i zhvillimit duhet të ofrojë qytetit edhe një model të ri të zhvillimit, jo të bazuar më të ndërtimit. Po përpara se të arrijmë tek disa pika që duhet të marrim në konsiderat plani i ri i zhvillimit për një strategji të ardhmës zhvillimit ekonomik, duhet të shohim 3 probleme që janë për mua shumë të rëndësishme që lidhen me modelin e zhvillimit ekonomik që është zhvilluar në këto 25 vite të tranzicionit. I pari ka të bëjë me cilësinë e jetesës. Siç e dim, cilësia e jetesës në Tiranë është përkeqësuar gjatë viteve të tranzicionit. Sigurisht gjithë ky bum i ndërtimeve u përqendrua në hapësirat gjelbërta ose në hapësira publike që ishin mes pallateve dhe kjo gjë ka rritur shumë densitetin e qytetit. Densiteti rritur do të thotë akses më i vështirë në shërbime dhe infrastrukturë më përkeqësuar, sepse ku numri i popullsisë rritet, shkollat kanë presion për të përballuar më shumë nxënës, kopshtet për më shumë fëmijë, transporti urban më shumë udhëtar dhe kështu me radhë.
Sigurisht ka një lidhje shumë të madhe me ekonominë, sepse aty ku cilësia e jetës nuk është e mirë ose e lartë, është shumë e vështirë që të vinë investitorët tuaj. Se investitorët shkojnë aty ku cilësia e jetës është në rritje dhe jo në rënje. E dyta, është një problem që lidhet me kapitalizimin dhe qarkullimin e kapitalit. Sot në Tiranë, le të themi, janë rreth 15.000 apartamente të pashitura dhe 400 pallate që nuk kanë hipotekë. Nëse i shef në pikpamja ekonomike, kemi të bëjmë me një sasi të jashtëzakonshme kapitali që është e mbërthyer në beton. Ekonomia, në ndryshim nga shumë sektorë të tjerë, është asgjë më shumë se sa qarkullim. Pra nëse kapitali nuk qarkullon, është shumë e vështirë që ekonomia të zhvillohet. Një praktikë tjetër që le të themi ka kontribuar disi në stagnimin ose në ngecjen e ekonomisë, është edhe një praktikë shumë e njohur mes ndërtuesve që ka të bëjë me clearingun, ku le të themi shërbimet shkëmbehen si në ekonominë primitive dhe nuk kapitalizohen, pra që të konvertohen në para. Rrjedhimisht kjo ka bërë që kapitali të mos qarkullojë dhe ekonomia shqiptare të mos marrë frymë. Problemi i tretë që ka shkaktuar ky model deri tanishëm zhvillimi ka të bëjë me pabarazinë mes qendrës dhe periferisë. Sigurisht është një fenomen që tashmë nuk mund ta injorojmë më. Rrethinat e Tiranës janë më të varfër se Tirana, kanë akses në tregun e punës më të ulët se Tirana, kanë akses në shërbime, në arsim, në transport më pak se Tirana, dhe për një qytet që të zhvillohet i shëndetshëm, duhet që të mundohemi maksimalisht që të dallimin mes qendrës dhe periferisë ta redaktojmë sa të jetë e mundur. Duke u bazuar, le të themi, në zgjidhjen e këtyre tre problemeve që kanë një rëndësi shumë të madhe për të ardhmen e qytetit, ne mund të hedhim një 4 piketa ose gur themeli që le të themi do definojnë ekonominë e Tiranës së të ardhmes. Këto do të jenë shërbimet, arsimi dhe dija, teknologjia dhe inovacioni dhe tërheqja e investimeve të huaja. Po t'i marrim me radhë, në të ardhmen Tirana do ketë shumë më pak hapësirë për prodhimin dhe shumë më shumë hapësirë për ofrimin e shërbimeve. Po të shohim ku punojnë sot banorët e Tiranës, do duket çudi, po atë gjithë punojnë në qytet në punë që 10 apo 20 vjet më parë nuk ekzistonin. Në kompanitë e celularëve, në banka, domethënë sistemi bankar, kompanitë e celularëve kanë filluar në 2000, si sistemi bankar në 99 dhe më vonë. Ndërkohë, po të shohim çfarë shërbime ofrohen sot në Europë dhe ta krahasojmë me Tiranën, ka shumë shërbime që ofrohen dhe Tirana nuk ofrohen fare. Konsulencat e taksave, juridike sapo ka filluar. Ndërkohë që kujdesin ndaj fëmijëve, kujdesin ndaj të rriturve që janë në sektor që po rriten dhe po fuqizohen kudo në Tiranë, janë akoma në fazën e tyre më fillestare të zhvillimit dhe do duhet që të kujdesemi që t'ju japim një zhvillim në të ardhmen. Dhe fokusimi te shërbimet ka dhe një rëndësi tjetër sepse kërkon shumë herë më pak kapital për të ofruar një kthim ose një fitim se sa sektorët e tjerë. Për shembull, nëse do të prodhosh detale apo materiale të tjera, do duhet nxjerrësh metalin nga toka, ta përpunosh, të kërkon fuqi punëtore shumë të madhe dhe me radhë, ndërkohë që për të ofruar një shërbim mjafton të kesh një zyrë si konsulenca taksave, edhe të kesh aftësitë e duhura për të ecur përpara. Piketa e dytë do jetë arsimi dhe dija. Tirana sot ka jo vetëm universitetet më të mira në Shqipëri, po ka edhe 65% të gjithë studentëve në rang vendi. Sigurisht që rreth universiteteve shumë qytete ndërtojnë ekonomi, sepse studentët ndihmojnë shumë tregun e strehimit, rrisin konsumin agregat dhe në nivel le të themi lokal mund të t'i japin zhvillim dhe hop shumë të madh një qyteti të vogël ose një qyteze le të themi. Por arsimi nga ana tjetër le të themi ka dhe një element shumë të rëndësishëm sepse vetëm po të investojmë shumë në arsim, që në fazat më të hershme ta edukojmë brezin e ri me aftësitë sipërmarrësme, me afërsinë me teknologjinë, me trendet më të reja në botë, ne do kemi një fuqi punëtore, le të themi në 2030 që do të jetë e aftë që të përputhet me kërkesat e tregut të ardhshëm të punës. E treta, duhet fokusohemi shumë tek teknologjia dhe inovacioni dhe kjo për 4 arsye themelore. E para, sepse është një sektor shumë pak i zhvilluar tek ne. Dhe domethënë ka një potencial të madh që me pak nxitje mund të kthej fitime shumë të mëdha. Ndërkohë që teknologjia dhe inovacioni ndihmojnë shumë edhe sektorët e tjerë të ekonomisë. Për shembull, një fabrikë prodhimi me disa investime në teknologji mund të rrisë eficiencën e prodhimit, ashtu si me përdorimin e teknikave
inovative për market research apo online marketing, një kompani mund zgjerojë tregun e vet. E dyta, sepse teknologjia dhe inovacioni duke parë faktin që le të themi më shumë në këtë sektor operojnë të rinj, do të na ndihmonte shumë të reduktojmë papunësinë rinore, që është një problem shumë i madh në Shqipëri dhe në barë Europën sot. E treta, sepse teknologjia dhe inovacioni kanë një vlerë shumë të madhe të shtuar për ekonominë. Do të thënë janë, për ta thënë me një shembull shumë thjesht, një iri me një laptop mund të prodhojë një aplikacion që mund t'i kthejë vlerë të shtuar ekonomisë vendit më shumë se sa një fabrikë me 1000 punëtor fason. Kështu që për ta ndihmuar ekonominë është shumë e rëndësishme të fokusohemi në sektorë që prodhojnë vlerë të shtuar shumë të lartë. Dhe e katërta, sepse unë mendoj se Tirana i ka të gjitha mundësitë për të rikthyer në një hub, një qendër rajonale për tërheqjen e të gjithë këtyre klasave, le të themi kreative që quhen, që janë designers, developers dhe me radhë, në të gjithë rajonin, sepse në Tirana është një qytet, le të themi, me moshë shumë të re dhe kryesisht individët në këtë sektor janë të rinj. Tirana është një qytet ku të gjithë të rinjt flasin një apo dy gjuhë të huaja, pra është multilingual. Tirana është një qytet tolerant dhe toleranca vlerësohet shumë mes këtyre komuniteteve, tolerant jo vetëm për fenë, por edhe për stilin e jetesës, orientimin seksual dhe të gjitha me radhë. Kështu që nëse planifikojmë mirë dhe drejt, Tirana mund të kthehet realisht në një hub, në një qendër për inovacionin dhe teknologjinë në rajon. Dhe elementi i fundit është tërheqja e investimeve direkte, që është një pikë që deduktohet dhe rrjedh nga të katërt të parat, sepse aty ku janë shërbimet, vinë edhe investitorët e huaj, mungesa e shërbimeve në fushën e taksave, në fushën e legjislacionit dhe me radhë pengon ardhjen e investitorëve të huaj. Aty ku është aftësia, arsimi dhe le të themi cilësia e fuqisë punëtore vinë investitorët e huaj, sigurisht teknologjia dhe inovacioni tërheq investitorët e huaj, dhe në rast se i shtojmë kësaj edhe krijimin e hapësirave, qoftë në pikpamja urbane, po qoftë edhe përmes programeve konkrete të tërheqjes investitorëve të huaj, ne mund ndërtojmë një strategji me 4 piketa që do të jetë shumë fitimprurëse për ekonominë e Tiranës së të ardhmes. Faleminderit.